Atë keq më duhet të jem decisiv se kemi pasur qeverinë më të dobët që ka njohur Kosova Demokratike që kur ka nga viti 2001, pra kur ka qeveri, dhe shkuar kësaj kemi një opozitë edhe më dobët se sa kjo qeveri. Tash paramendoje, opozita ka qenë më dobët se sa dobët, dhe për fat të keq, po them, lider caktuar, do më thënë kanë qenë edhe të papërgjegjshëm. Ajo që do të shtoja unë është se kemi edhe shoqëri civile të dobët, sepse është e marginalizuar, e kontrolluar nga politika dhe parapolitika. Ajo e cila ka bërë detyrën e vetë në shërbim qytetarëve ka qenë deri diku e vetmja media. Pra, media është opozitarizmi një farë mënyrë, nëse mund thuhet i vetmi i kësaj qeverie. Ose do të thoja, qeveria ka humbur betejën vetëm me mediat, sepse mediat i kanë nxjerrur gjithë ato skandalet, gjithë ato të korrupsionit, aferave të ndryshme, kurse opozita nuk i ka materializuar. Ajo